Bashkitë e reja nuk kanë arritur të përfundojnë në kohë procesin e dhënies së titujve të pronësisë për tokat bujqësore, e cila sipas ligjit aktual përfundon më 30 qershor të këtij viti. Përmes një drafti të ri të dërguar në kuvend, qeveria kërkon shtyrjen e procesit për plotësimin me tituj pronësie të gjithë fermerëve deri në fund të dhjetorit të vitit të ardhshëm. Për të mos kapërcyer afatin aktual dhe për të bërë të vlefshëm propozimin, Këshilli i Ministrave ka kërkuar që ky projekt ligj të shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar. Në relacionin e projekt ligjit të ri, qeveria pranon se vonesat në këtë proces kanë ardhur si pasojë e reformës së re administrative territoriale. Komisionet vendore të bashkive janë ende në fillim të punës së tyre. Aktualisht nga vendimet e këshillave komunale bashkiak të mëparshëm që disponon Komisioni Qeveritar i Tokës, rezulton se janë miratuar vetëm një numër i vogël titujsh pronësie. Deri në fund të vitit kaluar, nga raportimet e komisioneve vendore rezulton se janë ende rreth 5.000 kërkesa që presin të shqyrtohen. Mos përfundimi në afati këtij procesi ka ardhur si pasojë mosnjohjes së tij nga administrata e re, kohës së përgatitjes të punojësve dhe bashkëpunimit mjaftueshëm me institucionet e tjera shtetërore, thuhet në draft. Ndërkohë, edhe në gjykatat e të gjitha shkallëve në vend kanë mbetur pa u shqyrtuar rreth 75% e kërkesave të paraqitura për vendimet e pavlefshme të titujve të pronësisë. Sipas qeverisë, propozimi për shtyrjen e afatit për përfundimin e këtij procesi deri më 30 dhjetor të 2017-s do të japë më shumë kohë shqyrtimit të këtyre kërkesave. Nëse ky afat nuk do të shtyhet nga deputetët, qeveria sqaron se kjo do të ketë kosto shtesë për përfituesit e titujve të pronësisë, të cilët do të jenë të detyruar të drejtohen organeve gjyqësore.